Pas shkëmbimit të zjarrit të djeshëm me armë pranë Bitpazarit, një prokuror publik kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup kreu një inspektim, nga ku thuhet se gjurmët janë mbledhur në vendngjarje dhe do t'i nënshtrohen analizës mjekoligjore. Ndërkaq, edhe një autopsi do të kryhet mbi trupin e të ndjerit. Po ashtu, me urdhër të prokurorit publik, po sigurohen pamjet e kamerave të mbikëqyrjes nga objektet përreth dhe po jepin të gjitha urdhrat me udhëzimet e nevojshme për të identifikuar personat e përfshirë dhe për të sqaruar plotësisht ngjarjen. Ndërkaq, për ngjarjen ka reaguar antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s, Simona Cvetanuska, duke kërkuar dorëheqje të menjëhershme të ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovskit, pasi që, siç tha ajo, kaosi mbretëron në rrugë, si dhe siguria e qytetarëve është seriozisht e kompromentuar. Sipas Cvetanovskës, nevojiten ndryshime dhe reforma urgjente në sistemin e sigurisë dhe masa të reja për të forcuar sigurinë publike, veçanërisht në zonat e ndjeshme. Министерството за вътрешни работи под водство Ministria e Brendshme në udhëheqjen e Pançe Toshkovskit është gjynjëzuar si kur më parë, deri në atë pikë sa dje në mes të ditës në Shkup. Ndodhi një tjetër shkëmbim zjarri mafios para një stacioni policie. Ky është një shkatrim total i aparatit të sigurisë. Diçka nuk shkon seriozisht me institucionet, me sistemin. Sa njerëz të tjerë duhet të vdesin para se Pançe Toshkovski më në fund të mbajë përgjegjësi. Është koha për dorëheqje, është koha për përgjegjësi. Ndërkaq, për këto akuza reagim të menjëhershëm pati nga partia në pushtet VMRO-DPMNE, nga ku ata shprehen duke thënë se sistemi po funksionon, po kryen hetime dhe madje njerëz që ishin të mbrojtur dhe të paprekshëm gjatë epokës së LSDM-s po arrestohen. LSDM është një parti që gjatë sundimit të saj e shndëroi vendin në një oaz për kriminalët me jak të bardhë dhe baronat e drogës. Gjatë mandatit të ministrit të brendshëm Oliver Spasovski, pasaporta ju dhan kriminalëve botëror, baronave të drogës, antarëve të mafias dhe madje edhe antarëve të ISIS-it. Gjatë qeverisjes së LSDM-s, dihej publikisht se mafia kishte fituar shtetin e vet. Tutje, ata thonë se këto sulme vinë pasi që nuk ka më të paprekshëm dhe se tani po arrestohen kriminal, të cilët LSDM-ja jo vetëm i toleroi për shumë vite, por edhe i mbrojti. Nga VMRO theksojnë se hetimet janë duke u zhvilluar dhe njerëzit e dyshuar për shkelje të ligjeve po ndalohen, si nga opozita ashtu edhe nga qeveria, diçka që sipas tyre nuk ishte gjatë sundimit të LSDM-s.